23 prilli njihet si dita botërore e librit dhe të drejtës autorit, megjithëse teknologjia dhe digitalizimi kanë ndikuar në zbehjen e rolit të librit, emocionet që sjell leximi mbeten ende të gjalla tek lexuesit. Megjithatë, vitet e fundit vjet re një rënje lehtë numrit të lexuesve dhe dashamirësve të librit. Në këtë ditë të veçantë, Biblioteka Publike e Marin Barleti është përfshirë në një agjendë aktivitetesh dhe takimesh kryesisht me të rinjt dhe nxënësit e shkollave, me synim nxitjen e leximit. Në kuadrin e kësaj dite, Biblioteka Marin Barleti, si gjithmonë, ka zgjellë me bashkëpunu me shkollat e qytetit. Pra, edhe kjo ditë, si që përgjithsisht në Bibliotekën Marin Barleti, me kenë ditë me dyert hapuna, si që është gjithnjë, për nxënësit e shkollave. Dhe kremtimi i kësaj dite filloi pikërisht me një projekt të nxënësve të një shkolle 9-vjeçare qytetit. Është shumë e rëndësishme që mësuesit e letërsisë dhe na kemi një marrëdhënie të fortë dhe të vendosur me mësuesit e letërsisë dhe gjus, shpesh i bajnë projekte, kryejnë projekte gjatë orëve të mësimit me qëllim njohjen e nxënësve me bibliotekën dhe me librin, me moton e rëndësishme që kush ka lexu libra ka jetu më shumë se një jetë, siç thot Umberto Eco. Ras letërsisë shqipe, një interes nga të rinjt po shfaqet edhe për letërsinë e huaj, e cila duket se është ndër më të preferuarat prej tyre. Pjesa më e madhe janë të rinjt të cilët parapëlqejnë romane, fatkeqësisht kryesisht letërsinë e huaj dhe kanë një dëshirë për shmangjet letërsisë shqiptare, pavarësisht se bëhet një punë jo e vogël për ta çuar, domethënë, vëmendjen e lexuesve të gjitha moshave dhe të letërsia shqiptare, qoftë bashkëkohore, qoftë viteve të kaluara. Për sa i përket klubit librit, është viti i dytë që kena një klub libri. Klubi librit përfshin moshën nga 15 deri në 17-18 vjeç, domethënë kryesisht klasa 9 deri në klasën e 12. Këtë vit klubin e librit ne kena emërtu Bibliomania. Ka një numër të konsiderueshëm të rinj që marrin pjesë. Si një qytet me traditë të pasur kulturore, Shkodra vjen të mbajë një lidhje të veçantë me librin, bibliotekën dhe kulturën e leximit.